ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, mirënjohjet, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, për ti fale, udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira, mbi të dërguarit më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke i shoqëruar këto dy shpallje me komente, shpjegime, elaborime të dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Në ligjëratën e xumas së kaluar u shkoputëm nga vargu i librit të cilin e kemi filluar për ta shpjeguar librin El Adabul Mufrad nga Imam Buhariu rahimahullahu taala, për shkak të nevojës që ndonjëherë të relaksohemi, po edhe të vëdësohemi më tepër me temat aktuale të cilat kanë të bëjnë me rrethin tonë. Megjithse në mësimin e haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, besimtari gjithmonë është aktiv me realitetin të cilin e jeton. Nëse pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndonjë prej mësimeve apo fjalëve që e ka thënë, vetëm se në një rast apo tjetër lidhet me jetën e besimtarëve, nëse jo me vendin ton konkret apo me rastin ton konkret, lidhet me një rast tjetër e kështu me radhë. Por këtë arsye mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë gjithmonë të kohës, të përshtatshme, të nevojshme, dhe besimtari duhet t'i kushton atyre shumë rëndësi. Dhe të vazhdojmë me izin Allahu te bareke ve teala në kapitujt që kemi ngelur tek Imam Buhariu rahimahullahu teala, ku thot Imam Buhariu babun fadlu du'a, kapitull i vlerës së lutjes. Sa është më rëndësi që besimtari t'i kushton lutjes kohë, edhe rëndësi, edhe peshë, edhe vlerë. Përmendëm në ligjërat kur i theksuam disa prej haditheve se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith nuk ka diçka më të ndershme te Allahu subhanahu wa taala se duaja. Njështu ka ardhur hadith se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë inna ad-du'a huwa al-ibada. Duaja është vetë ibadeti. Duaja është vetë ibadeti, ndërkohë që besimtari nuk është krijuar pos për ibadet. A Zoti i Madh te bareke ve teala nuk e ka sjell njeriu në këtë dunja e në këtë botë pos që të adhuron Zotin e Madh te bareke ve teala. Hadithin e radhës që e ka sjell Imam Buhariu rahimahullahu teala, e që ka të bëjë me rëndësinë e hollësive të ibadetit dhe imcive në kujdesin e robit për tauhidin dhe islamin e vet. Shpeshher njeriu ka mundësi e fshin oborrin, e fshin shtëpinë, mirë po ka dhe qoshe, ka dhe skaje të cilat jesin të përlyme. Andaj ai pastruesi i mirë dhe pastruesja e mirë e shtëpisë e di se shpeshher shumë beturina mblidhen në përskaje, në qosh. Apo madje shpeshher ata mjeshtrit e pastrimit e testojnë pastrimin e një shtëpie me një herë të qoshit. Do ta shihni qoshit e ka pastru mirë. Sepse ajo çka duket, ajo që duket për krejt. Edhe njëri që s'ka idenë se si bëhet pastrimi, ai normal se e këshir tërsien. Mirë po ai i cili e këshir holl, po ta këshirmi në qosha e ka pastruar. Ta këshirmi ato imcinat ku ka mundësi mu mbledh e keqja ai ka pastruar. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i zellshëm në atë që quhet sunanul fitra. Pse i kemi shpjeguar, kemi marrë nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte i kujdesshëm që vazhdimisht thonjët e tij të jenë të pastruara. Pse? Sepse shpeshher njeriu, kjo është diçka që mund të mshej, apo i lëviz njëri dur, nuk i dukën e kështu me radhë. Mirë po pejgamberi sa ishte shumë i zellshëm që këto ti mban gjithmonë të pastërta. Gjithmonë thonë të pejgamberit alayhi salatu wasalam ishin të pastërta. Apo qimet ku nuk dukën. Apo sa për njerëzve për shembull në rregull i pastrojnë flokët e veta, i rregullojnë vazhdimisht. I po ka mundësi të brendshmën e tij nuk e ka çashtu. Andaj pejgamberi alayhis salam thonte se prej sunetit të atij është që të pastrohet e brendshmja, të largohen këtë papastërtit ku kanë mundësi me umbledh. Për çfarë arsye?
nga se duhet me u harmonizu pastërtia e brendshme me pastërtinë e jashtme. E nuk është me rëndësi që ti të kish, domethënë, pamje të pastër, ndërkohë që ti brenda nuk je i pastër. Andaj këtë hadith që e ka nxjerrë Imam Bukhariu rahimahullahu taala nga Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, thot sami'tu Ma'qil ibn Yasar yaqul intalaqtu ma'a Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Thot Ma'qili, thot shkova me Abu Bakrin radhiyallahu anhu te pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam. Thot faqala ya Abu Bakr lashirku fikum akhfa min dabibin naml. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam Abu Bakr as-Siddiqut, dhe vini re disa prej gjërave i shpjegojnë njerëzve që i kuptojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zgjedhur Abu Bakrin me ia shpjeguar këtë mesele, se mesela o pak më e rëndë. E dikush nuk ka, madje Abu Bakri e ka thënë atë çka e thonë të gjithë muslimanët. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha o Abu Bakr, shirku te ju, pra në këtë ummet, në këta musliman, është më i fshehur se ai bubrreci, ai që ec mesin në tokën, apo më i fshehur se sa lëvizja e bubrrecit me atë ecin e vetë çka e ka. O bubrreci nëse ec natën, nuk mundet me vërrejt kërkush, edhe ditën nuk vërrejt. Apo kur e ka thënë këtë fjalë, Abu Bakri radhiyallahu anhu ka thënë: "Wa hal ash-shirku illa man ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar?" Ka thënë ja Rasulullah, a nuk është shirku vetëm ai i cili Allahu t'ia ngjet një ortak tjetër? Shirku është me adhuru Putin, shirku është me adhuru idhullin, shirku është me adhuru vorrin, shirku është me adhuru dikan i cili është jo meritor për adhurim. E si ka mundësi me qenë i fsheh si bubrreci natën kur ai shihet, këtë din këtë mund. Atër ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Walladhi nafsi bi yadi", betohem në atë i cili e mban shpirtin tim në dorën e vet. "Le shirku akhfa min dabibin naml", shirku është më i fshehur sa bubrreci natën. E ka vërtetu këtë fjali. "Ala adulluka ala shay'in idha qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu". Atër i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "O Abu Bakr, kjo meselë që shtohet. Shirk ka lloje shirku, jo krejt shirku. Ka shirku për shembull që duket, adhurimi i idhullit, adhurimi i putit. Ka shirku për shembull që nuk duket lehtë, është pak më i fshehtë. Nuk janë këtë meselat një kategori. Ka kategori dhe kategori. Atëherë çfarë ka thënë? Kjo meselë është kështu. Po atë tregojun e ty një mësim, një dua e cila ty ta largon edhe shirkun e pakt, edhe shirkun e shumt. Atëri ka thënë, ma tregoja Rasulullah. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thuaj, qul Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ka thënë, thuaj kështu, o Abu Bakr, thuaj, o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde që mos dhe të bëj shirk diçka tyje të e ditë. Se unë s'du me bo shirk. Muslimani nuk do me bo shirk, hasha wa kella. Muslimani haram s'do me bo lemo shirk. Muslimani rakijen s'do me pi, zinajen s'do me bo. Haramin që jo haram, nuk qëtë pifeje. Para me ndo shirkun, a do me bo muslimani jo hasha wa kella. Andaj, do shem të dobit. Pastaj ka thonë, thuaj, o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde që mos të bëj shirk të e ditune. Mos shkojnë të shirkun të e ditë këtë mund. Se ka njëri të e ditë shkon. Pastaj wa astaghfiruka lima la a'lam. Ka thënë të thuaj, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde dhe kërkoj faljen tënde që të ma falësh atë çka se di. Që të ma falësh atë çka nuk e di. Dhe natyra, edhe logjika, edhe çdo sen argumenton se njëri nuk ngarkohet për atë çka se di. Për atë çka se di për një me, jo për atë çka shtiret kishte se di. Jo. Nuk ka mundësi njëri për shembull, e di që i shembull rakia haram, edhe për shembull i thot dikush valla që i të vjen në stop, valla unë se di që është haram. Jo, a di që muslimanët dinë që është haram kjo punë. Po ti dush me ditë se është haram. Pra, ajo e cila robi e din dhe e ban, dënimja më i rënd.
Ndërkohë që nëse robi nuk e di, edhe për një me nuk e di, edhe kur nuk e ka dëgjue, atëherë ka tjetër trajtim. Ata shikosh që i ka thënë pejgamberi alayhis salam, thuaj, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde, që mos të bëj ortak shirk të e dit, të shkoj të idhullit të e dit, të shkoj të vorri të e dit, të adhuroj dikan tjetër përveç tyje të e dit, dhe kërkoj falje. Nëse unë mund të bëj diçka, o nuk e di, a ka mundësi njeriu të ndërruar në xhamat me bë diçka nuk e di? Po ka mundësi. Madje ka mundësi me bë një sen, një gjë, një vepër, mendon që e mirë, a Zoti e ka ndaluar. Ai mendon që e mirë ajo, ama Zoti e ka ndaluar. Ai nuk e di, duhet më ia kallëzue. Sikur që plot për njerëzve. Sikur që diskutojnë si mundet Zoti më na e bë këtë haram. Po nuk vetët Zoti pse ka bë haram. Zoti veç dëgjohet. A o Zot, ai veç ngohet, e ka bë haram, e ka ndaluar. Pastaj ti hulumtoje urtësinë dhe fshehtësinë dhe mirësinë e asaj të cilën e ka ndaluar Zoti madh te bareke ve teala. Për mësimeve të ndërum xhamat që kanë zgjedhur dietarët nga ky hadith i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, cila është e para se pejgamberi alaihi salatu wassalam paralajmëronte për ata e cila ishte, çka tham, në çosh, në skaj. Tham kur pastrohet shtëpia, zakonisht ai pastruesi i rëndomt, i thjesht, i heq ato çka dukën apo të qartat, mbeturinat e qarta, edhe thot e kam pastruar. Mirë, po kur vjen dikush që jo më mjeshtër se ai, më ekspert se ai, thot ja nuk pastrohet kështu. Ja nuk pastrohet kështu. Ku e ke lënë ti pastrimin e asaj çka u ngjit? Ja, se ti e merr për shembull pastrunin diçka, sa mbetja, sa bërllogi u ngjit për diçka. Edhe vjen pasuesi jo thot, ke duhet me fërku. Ke duhet me pastru mirë. Shiko kjo angjit këtu, shiko te ky çosh, shiko te ai çosh. Ekse më radh, pra ky shfaq prej gjërave të pastrimit çka nuk i di këtë tjetri. Edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka udhëzuar dhe e ka paralajmëruar umetin nga mbetje, nga gjunahe, nga gabimet të cilat nuk i shohin krejt. Apo, dhe kjo është prej hollësive në shpjegim të pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, që shpesh ne duhet më janë menën se nuk bëhet pastrimi vetëm kështu grumbull, ja duhet të pastru mirë. Apo, do të pastru mirë. Mja largu të gjitha mbetjet ku ka mundësi të ngjitë. Kjo është e para. E dyta, përshkrimi pejgamberit alaihi salatu wassalam me përshkrime konkrete. Gjithmonë e ka pas pejgamberi alaihi salatu wassalam përshkrimin e lehtë. Nuk e ka kompliku, nuk e ka filozofu, nuk ka sjell për shembull operacione që për shembull janë me thon, valla çështu s'e marr vesh çfarë po thot. Çiko sa thjesht ka thënë alaihi salatu wassalam, shirku te ju është i fshehtë, më i fshehtë se bubreci që hec tinza. Bubreci kur hec nuk ban zhurmë, nuk ka kerr, nuk ka motor, as nuk jep shenja, është i lehtë. Nëse on nata, alama tarbot, nuk shihet hiç. E kjo çka argumenton? Këtë din bubrecin, këtë din çish hec bubreci, këtë din natën. Tani shiko pejgamberi alayhis salatu wassalam, e ka marrë një gjë që e din krejt për ta shpjeguar një gjë që nuk e din krejt. Dhe çfarë ka thënë? A e dini bubrecin këtë po? A e keni pa që nuk shihet? Po nuk shihet. Çështu hin shirku te njëri nuk e sheh. I ban punë jo për Allah, i ban punë për çefin e vet, i ban punë për tekën e vet, ndërkohë që mund të më thonë nuk e për Zoti baj këto. Apo, mirë po, ka hin bubrecin, ka hin shirku nuk e shefaj. Andaj, sjelljet e shembujve nga ana pejgamberit alayhi salatu wassalam argumentojnë para se ka thënë alayhi salatu wassalam se mund më ka dhënë Zoti me fol qartë. Nuk ka fol pejgamberi sa me gjëza. Me fjalë kryqe. Hajde mushë, ti si ta mushësh pshtot, si sa mushë ja. As nuk ka vë operacione matematikore të vështira me komplikuni një numrator pastaj ty me zgjidh ata jo. Çfarë ka bë? E ka lënë thjesht. Për çfarë arsye? Sepse pi xhenemit duhet me pshtu krejt. Dhe alarmi prej xhenemit është emergjencë. E në emergjencë nuk mundesh mi thon për shembull njerit tu bë tërmet, tu bë vërshim, tu bë doni sa që duhet me pshtu në dakik, ti mi thon si ti mundesh me gjetë Chelsea dil. Apo çështë mi thon njëri, haj ka zor të madh. Nuk ka mundsi. Nuk nëse njëri është smut, mi thon për shembull, si ti mundesh me gjetë hapa të shpejt, ku janë? Pi. Çi si gjen? Ha? Dëmtohesh. Ja nuk bën kështu. Por çfarë arsye? Sepse shërimi e emergjencë.
Shërimi do më një herë, aty për aty. Kallëzoj më një herë. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka shpjeguar shumë prej çështjeve në mënyrë emergjente. Çka i bie emergjente? Shirku do të më morë vesh krejt. Haramin do të më morë vesh krejt, halalin do të më morë vesh krejt. Gjërat e fesë do të më morë vesh krejt. Për një herë. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? Thot shirku tek juve është më i fshehur se sa buprreci që hec. Dhe kjo ka qenë prej shpjegimeve të qarta të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, shiko, i ka tregu Ebu Bekrit, ja Abu Bekr, i ka kallëzuar Ebu Bekrit. Pse ka kallëzuar Ebu Bekrit? Sepse kjo gjë është e rëndë. Shirku si bubrreci. Ndërkohë që sahabët e kanë ditë shirkun idhullin, adhurimi diku tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Jo tash një lloj shirku i fsheh që nuk shihet si bubrreci, është pak më e komplikuar. E ka kallëzuar Ebu Bekrit. Pse Ebu Bekrit? Sepse zemra e Ebu Bekrit nuk ka të lashe me çka do që e levron pejgamberi alayhis salam. Pra, nuk e ka pejgamberi alayhis salam as një lloj shqetësimi për zemrën e Ebu Bekrit, çka do që i kallëzohet për shpalljes dhe sa do që e paqartë që duket, se Ebu Bekri e ditë se çka thojë pejgamberi sa më është hak. E kuptova se kuptova, ma kapi mos ma kapi ajo çështu. Dhe kjo çfarë argumenton se pejgamberi alayhis salam disa prej gjërave i ka veçuar disa sahabë më u kallëzuar. E pastaj ata më kallëzu tjerëve. Pse? Sepse komunikimi me ta ka qenë shumë i lehtë. Çka do që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekri, ka thonë çështu ja Resulullah. Kur ka pas diçka që kanë më e komplikuar, çka ka thonë? E ka kallëzuar një muhabet për shembull pejgamberi alayhis salam një të vërtetë, dhe çfarë ka thonë? Ebu Bekri e beson. Por tregu se Ebu Bekri nuk e vendos ndyshim dhe në mëdyshje fjalën e pejgamberit alayhis salam, më njëherë beson që është ndrysho. Andaj e ka zgjedhë dhe ne do të marrim sim se jo krejt gjërat, jo këtë meselet, jo këtë dijet, jo krejt shkencat e ilmit i kallëzohen krejtve. Sa s'ka kapacitet me e kap. E njëri do të pas kapacitet me e kap. E merr ti për shembull fëmijën tan, i shpjegon diçka jashtë mundësive ti me e kuptue. Dhe ti e ngarkon ata. Për shembull s'po marr vesh kur gjë. Po nuk marr vesh, ai i vogël. I vogël, se ka kapacitet. Nëse i merr ti për shembull landët e shkollës mesme, ja dha jep atij klasa e ditë, të normal që mos prit pi atij me kuptue. Po njëjtë është edhe njëri madh. Po njëri pse i ka bë 50 vjet, do të thonë çai kupton. Ai 50 vjet po ka mundsi, ai piklasës ditë e kalon shkollën. Çfarë më botash? Piklasës ditë e kalon shkollën. Ai nuk kupton. Andaj zgjedhja e pejgamberit alayhis salam ndaj Ebu Bekrit që t'ia jap atij këtë lajm ka qenë e sinume. Pse ka qenë e sinume? Se ki nuk e diskuton këtë punë. Andaj, sa prej meseleve ulemat e muslimanëve u a shpjegonin dietar talebeve dhe që pritnin mu bë dietar apo pritej mu bë dietar dhe nuk e ka thonin avamit. Për këtë arsye Imam Ahmedi punonte me këtë. Imam Ahmedi rahimahullahu taala kur e pyetnin pyetje nxënësat e vet, çka thonte? Merrni ka kena marr. Shkoni merrni hadithin ku e kena marrë na. E kur e pyetnin xhamati i thjeshtë i muslimanëve, ju ka thënë, lejohet, nuk lejohet. Pse? Bëje këta mos e bën ata. Por shkak se këta janë më të veçantë, ta duhet më marr aty ku kanë marrë ata, se ti pritesh më po hoxh, pritesh më po dietar. Ndërkohë që ki nuk pritet me më po dietar, ki ka punë të veta. Nuk është në rang për me e kuptu këtë mesele, ati i thjeshtësohet meselja. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zgjedhte sahabët të cilëve ju tregonte diçka, çka nuk i ka thënë dikujt tjetër. Por çfarë arsye? Për shkak kapaciteteve të ndryshme që i kanë pas ata, intelektuale dhe të zemrës. Abu Bekri nuk e ka pas problem. Pastaj pejgamberi alaihi salatu wasalam, shiko, kalon mundsi me e diskutue. Jo me e diskutu të vërtetën, me e diskutu e nivelin e pranimit kësaj mesele të truni jote, zemra jote. Çka i tha Ebu Bekrit? Çka i tha Ebu Bekri? Tha ja Rasulullah, a nuk është shirku mi barë tak Allahit? Unë qështu e di shirkun? Kjo çka të regon? Se pejgamberi alayhis salam kur ka shpjegu, nuk ka bo diktat. Unë e po thamë qështu dhe të shuj, dhe të s'kish ka fol këto. Jo, nuk ka fol kështu. A i ka dash me kuptu e njeri. Andaj e ka lanë. Për këtë arsye i ka thënë, wa hal shirk illa man ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar. Ka thënë ja Rasulullah, unë e di shirkun. Që ta unë e di se shirku mi ba Allahu tërtak me dikan tjetër përveç tina, me adhuru dikan tjetër. Atëherë
pejgamberi sa më ka shpjeguar për ty. Se kjo është çështja që po tham unë. Mi bën nga kjo çka nxjerrin të ndërum xhamat. Shpesh herë do të më lan atë çka po dëgjon, atë çka po i shpjegon. Dasha se ka marrë vesh. Mi thon ti çu e di vëlla? Çështu. Ebu Bekri pejgamberit alayhis salam i thon unë e di çështu. Pra, që këtë shirkun si bubrejci që hin tinza e nuk e shohë mos pedi. Nuk sefte po e dëgjoj. Për pejgamberit alayhis salam, çka ka dashur? Ka dashur me nxjerr, po ta kuptoj ja Rasulullah. Andaj shpesh njeriu t'i shpjegohet diçka dhe njeriu mendon se kjo e mor vesh. Unë ja kallxova, unë sa qartë foli. Kush tha? Ti mundesh me kon qartësinë, majën e qartësisë. A ka për të qartësisë pejgamberit alayhis salam? S'ka. Megjithatë ai ka thënë, ja Rasulullah, nuk e kuptoj kështu. Pra unë e di se shirku kështu. Pastaj ka shpjeguar pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo argumenton të ndërum xhamat se njeriu gjithmonë ka nevojë për nivelizime. Kam rinë në nivel, tash i duhet nivel tjetër. Në nivel tjetër. Megjithëse po flet këtu me sahabin më të mirë dhe më të dijshëm te këtë sahabive. Ja kalon mundësinë komunikimit. Komunikimi, për shembull ti thot, a e ke qartë? A ke kuptuar mirë? Shpesh njerëzit ja bëjnë rrafsh njëri tjetrit, në rregull, e kuptova. Po nuk e ka kuptuar. Merrni porosi, merrni diçka për me kry një punë, ai në kryen e vet thotë e kam kuptuar. Kur shkojë me kry thotë çka ke? Ha? Shpesh na ndodh neve. Ti e merr një porosi dën dyqan me ble, në dyqan e haron se ti se ke perceptuar mirë çka do të lipaj. Apo, pastaj prapë ti në telefon apo çka ke ajo, çoma si rretin, çoma foton. Sepse nuk perceptojmë si duhet. Ne e perceptu fix, konkret që kjo kërkohet. Andaj edhe në fe duhet t'i kuptojmë gjërat mirë, se bëhet fjalë për fe. Andaj pejgamberi sa linte hapësirë diskutimi, muhabeti, për çfarë arsye? Jo për ta vendosur në dilemë, a o kjo a nuk o. Jo, po për ta vendosur më mirë në zemër si kjo çështoa. Sikur që tha Allahu subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim alayhis salam dhe Allahu xhel xelalu kur tha Ibrahim alayhis salam, o Zot, am kallzon çishin gjallë ti dekmit. Ja, ringjallja. Më tregon ti mua si ngjallë vdekmit. Çka tha? Qala walam tu'min? Tha ti a nuk beson? A nuk beson se? Kjo pyetje e Zotit, ti a nuk beson? Zoti e di që ai beson. Dhe ajo është Ibrahimi alayhis salam, dhe ajo është njëri më shumë që ka besuar në botë. S'ka njëri që ka besuar Allah më shumë se ai përveç Muhamedit alayhis salam. Ama ata janë dy pejgamber më zgjedhur. Tha a nuk beson? Tha po Zot, gjithsesi që besoj. Po du më qetësu zemra. Po du më rahatu zemra. Andaj të ndërum xhamat. Shpesh do të milan njëri të hapësir ti rahatohet zemra. Ti thua nuk, as po më beson mua vëlla. Po be vëlla po të besoj, po nuk jam me këto argumente të mjaftueshme. Fol njëri për xhenemin e dikujt, ki ka me një xhenem. Po ti a dyshon vëlla? Po ka dalë vëlla se ti nuk i pejgamber vëlla. Ti nuk i pejgamber. Ti çu të fol sikur me të pas çelti çart ahireti, ti të pak ato një xhenem. Ti për veten ta nuk e di, andaj do të milan njëri të hapësir, ka dalë vëlla, ka dalë. Bjer fakte. Pejgamberi sa ka pru fakte për pejgamberin e tij. Ka njëri ka thonë ja Rasulullah, çelma xhibën tash vulën. E ka pyet për këta, për ata, për këta, pse? Që ti qetësohet zemra. Ibrahim alayhis salam ka kërkuar pi Zotit ringjallën me ja kallzu, ringjallën. Të vdesë njëri, çohet për zdyti. Pastaj Allah e ka kallzu me shpend, me zogj. Do të merri do zogj. Myti shpërndai në përkodra pastaj thirrri. Mirë po, çfarë i tha? A nuk beson? Tha po Zot, besoj. Du më qetësu zemra. Rahatia zemrës nuk arrihet me diktat. Kur ti thu çështoa kjo pik, po ti anon pikën, po ai në zemër se ka si pikën. Ti anove pikën, ti anove pikën. Ti shpesh kur flet me vlet të tu, ti anon pikën. Ai thot po, noja ti pikën çdo ditë. Mos besoj çashtu. Zbind na unë çashtu. A u shmeranësi të ndërum xhamat mu bind bashkëbiseduesi jot. Jo me nu diktat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk donte të thonë unë jam pejgamber pikë edhe ju. Po, ma kujdesesh? Ja kujdesesh ka ban. Pejgamberi sa ka dashur që zemrat e tyre të bindën në Allahun. Çat moment që vdes Muhamedi alayhi salatu wasalam, imani i tyre me kon i fortë. Andaj çuqi Abu Bekr i cili po komunikon këtu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se nuk e di kështu ja Rasulullah. I njëjti Abu Bekr është kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë janë
janë likështu edhe apo shumica apo një pjesë e tyre nuk kanë mujt me e kuptu që shka vdesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri ka dalë ka thënë: "O ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul", deri në fund të ajetit. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është edhe pas i dërguar, ka lexuar fjalën Allahu xhelal. Pra Muhamedi sa më njëri ka me vdek. Ka bindja. Andaj, ta arrish deri te bindja, arrihet me çfarë? Me rrugët e bindjes, jo me diktat. Nëse diçka e kit pa qartë, thuj nuk e di, nuk po mund me e kuptu këta. Vinin sahabët e pyetin: "Ja Rasulullah, kët nuk e kam qartë. Kët nuk e dije." Apo propozonin gjëra. I thonte Salman al-Farisiu radhiyallahu anhu në luftën e Khandekut: "Tha ja Rasulullah, këto propozime çka i ki? A janë shpallje, a janë strategji lufte?" Kur i thonte vetëm strategji lufte, ai propozonte thotë: "Çka thumi apo çështu?" Pra mos e s'kana kjo punë dame pi Zotit për herë, masi ka kjo na mujna me manovru këtu, atëra të kallzojnë e tije një strategji lufte tjetër. Dhe ja pranonte pejgamberi alayhis salam. Andaj komunikimi dhe lërja e hapësirës, njëri nuk e kupton. Ka njëri nuk e kupton, njëri e kupton me të parë. Sikur që ka qenë Imam Shafiu. Imam Shafiu parë, se ka lexu, ka thonë se lexojmë për ditë. Po nuk ka njerëz kështu. Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala, ai ka thonë, çka e lexoj një herë se lexoj për ditë. Çka e lexoj një herë, nuk e lexoj për ditë. Po ma ka njëri thotë, unë më lexoj një herë as mos më lexoj hiç. Me lexoj 10 herë e ngjan një. Dikush e kupton për 1 vjet, dikush e kupton për 10 vjet, dikush s'e kupton kurrë. Ka njerëz, janë laraman njerëzit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka shpjeguar se kjo çështje është çashtu. Mirë po, çfarë? Ka thonë, unë të kallëzoj si mi shpëtu për i kësajna. Pra, shirku ndodhë me qenë më i fshetë se bubreci natën që ecë. Cili shirk? Shirku i cili nuk njërt, kur veprat bën jo për hir të Zotit xhelel xhelalu. Shirku i syfacijes, kur ti e bën një punë, po menon që jetë e bë për Allah, po si jetë e bë për Allah. Argumente ka të shumta. Njëra prej tyre për shembull, kur ti nuk e çka është shirk më i fshehtë se bubreci. E ke bëti një punë. E ke bërë për hir të Zotit. Pa e zona, ja ke dhënë një fukarajës një ndihmë, një sadaka, 100 euro. Edhe i një njerëzit për të njëjtin fukara, për të njëjtin rast, ja blen ti një jetimit një bicikëll. A ja blen? Po. Edhe këtë kojshi i thojnë, Allah e është përbleft një njeri tjetër që ja kish blej bicikëllën. E ti këtu pimrejna, e anis me mushkni, me luks, turbullohet. Pse turbullohet? Se ti do me dalë me njerë në Facebook, o burra, si ja ka blej bëaj, unë ja kom blej. S'ki qef me ta morën namin, apo? Edhe kjo në gjajshme, për me e kuptue, qka do mi u thonë ti njerëzve? Ti do mi u thonë njerëzve, abe mos i thuni filanit, mos e lavdroni filanit, se unë e kam ba këtë punë. Ai çka e ka bëu për hir të Zotit xhelel xhelal, nuk i intereson. Thot tani besko lidhën, ti thoj filanit ai Zoti e di që unë e kam bëu. Ja ka dhënë fukarajës 200 euro. Ai i thot dikujt tjetër faleminderit. Ti tu vlon pe imrajna thu, apo unë ti dash o burr. Unë ti dash mundesh me falënderua. Mundesh me ndaj metesh me qenë mirënjohës. Mirë po ai çka e bën punën për hir të Zotit xhelel xhelal, çfarë bën? Thot s'ka problem. La nuridu minkum jazaa'an wala shakura. Thot Allahu xhelel xhelal duke i përshkruar njerëzit e sinqertë që punojnë për hir të Zotit xhelel xhelalu. Çfarë thot? Thot ata të cilët i japin për hir të Zotit, thojnë me veti apo i thojnë fukara, la nuridu minkum jaza. Nuk dojnë na pi juve jaza, është problem. Me më thanë mua ti faleminderit. Kujt dush ti faleminderit? Unë kam bërë për hir të Zotit xhelel. Wala shakura. As nuk du falënderim që ti unë me ta majt mend, hajde 97 kur të kam nimun e tije. Mos më harro. Jo, kështu. Puna për hir të Allahut xhelel xhelalu. E tani, si se lipineve e di se kur një punë e ban, ka qef me ju dit. Dhe kjo ka qef me ju dit, që kjo është shirku. Sepse, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë zirë Imam Muslimi, nga Ebi Hurajra radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu subhanahu wa taala, ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Unë jam më i pavarur nga shirku, s'm duhet ortak. Njeriu ti duhet ortak. Njeriu ti duhet gruaje. Njeriu ti duhet evlad. Njeriu ti duhet koleg. Njeriu ti duhet dost, s'n rri vet, dal ta pini kafe. Pse? Se i njeri. Allahu xhelal është
komplet kudër të në kësajnë, në pavarësit plot. E në ëghëne, unë kur kush më duhet, as ortak. Nëse dikujna i duhet, e ka njerëzit që si duhet, apo, ama si duhet diçka, i duhet diçka tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala është në përsosmërin e panevojshmërisë. Po, qish mundet mu paramendu me larta që si duhet diçka, Zoti e ka. Pasaj ka thënë, kush e ban një pun, ashraka fihi ma'i ghayri, në qatë pun edhe dikan tjetër e ka fut. Ajo pun, qysh bëhet, qa bëhet? Njani për shembull i ka dhënë të sadaka, pak për Allah, ama thot në të madije pak, ku të më fole pak mune të më veqoje, mos ma zgate dorën si ki, e një të ma shtrëngoj pak ma tepër, e di që ti më kini muhe, ne të më veqoje, ne të më përmene, ne të më gjene për rjetës sociale, ne ta dijaj. Atëherë thot Allahu subhanahu wa ta'ala, taraktuhu shirke, e lo edhe atë dhe shirkun e tina. Ditën e kiametit, Zoti Madh te bareke wa ta'ala i u thot atyre që kanë punu diçka për dikuj tjetër, thot shkoni te ato merrni shpërblimin. Shkoni te ata merrni shpërblimin. Dhe lloji i shirkëve të fshehta është laraman dhe mesurete të ndryshme. Qysh e ka mësua Ebu Bekrin më urujt për kësajla? I ka thonë, o Ebu Bekr, a kuptove shirkun e fshet? Shirku i fshet është kjo, hinë të në robi ma fshet se sa bubrejtësi. Pas e ka thonë, qysh me pështu për kësajla? Ka thonë të i kështu, o Allah, inni a'udhu bike en ushrike bike wa la a'lam wa astaghfiruke lima la a'lam. Ka thonë, a një qysh pështu për kësajla? Thuj, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde që mos të bëj shirk të e dit, dhe ma fal atë lloj shirku që se di. Mësimi i parë i kësaj duaje, cila të ndërum gjëma dhe më i madh i mësim, nga se çka ka thënë Imam Buhariu, babun fadlu dua, vlera e duas, vlera e duas. Çka ka mujt mi thënë kur ja ka shpjegu shirkun? Sigur na çish i thojnë njerit, pa ti më që mi e mos tani ti kur s'devion Allah. Ti kupton se i forti e dit ti. Fillon njeri me e lavdru inteligencën e vet, mençurinë e vet, kapacitetin e vet. Ebu Bekri bolli me që mo, ma i meqmi sahabëve. Ma i meqmi sahabëve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i tha Abu Bekr, ta shpjegova tash mostanie. Hiç mos e ki gale. Ti i meqmijes nuk be këtë problem. Jo. Çka i tha? Kul Allahumma. Thuaj o Allah. Sepse çështja është më e komplikuar se mençuria jote. Ti i gjen popull të ndryshëm, të mençur plot, po janë mushrik, pagan. Kina, a janë pagan, madje shumë ateista, po të mençëm janë, nuk janë budall. Inteligent janë, nuk janë ahmoka. E si kam rikë këtë teknologjia me budallallok a me mençuri? Me mençuri e kam rikë, me inteligjencë kam rikë. 1 miliard e 400 milion njerëz jetojnë në një vend, menaxhohen. Dhe kanë më pak probleme se na. Mirë po, s'janë musliman, përveç atyre pakicave që janë musliman. Si nuk janë musliman. Korea të ndryshme, tudi Korea, dhe popull të ndryshëm në Indi, të meqëm, miliard popull. Mirë po, nuk janë musliman. Andaj shpesh herë njerëzit, ne nuk themi që Islami është kundër inteligjencës, madje me inteligjencë e kupton, me mençuri e kupton, me mençuri e zbërthen, por se ka gjërat janë fshehta. Për shembull, egoja është e fshehtë. Vetja, uni i fshehtë. Njëri e ma unin mshat se di kur kush, dhe ka inteligjencë me ta msheh, ama ti e di, dhe Zoti jot e di se ti të msheh unin, i të msheh egon, e ban një punë duket diçka ndryshe, ti e di se si të bëj për çashtu. Andaj shiko, ku të mbledhen shumë ego, fillon njeriu dhe hutohet. Çka tha pejgamberi alayhis salam? O Abu Bekr, atë kallzoj që shmurujt për shirkut. Për shirkut çka tha? Allahumma inni a'udhu bik. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde. Pra të ndërum xhamat, shpesh ne në shumë prej gjërave mbështetemi te mençuria jo, te inteligjenca jo. Ama kur ngushtohet fort puna, i dëgjon ti edhe ata më të mëshme të thonë, o Allah ndihmoj. A keni pa? A edhe i mëshmi shtrihen në spital. Edhe doktori shtrihen në spital. Edhe kirurgit i dhan zemra donja, edhe si smuhet zemra.
Edhe më i mëshmi për njerëzve ka mundësi, ka një bela, këtë familja bojnë dua o Allah një mojë se fort u kanë ngushtu e ki. Pa nuk ka ki i mëshmi vetë mja dal. Po, që ka thë njerëzit? Tash i duhet Allahu subhanahu wa ta'ala. Zoti i duhet çdo moment. Mirë po njerëzit manifestimin e Zotit dhe nevojës për Zot e bëjnë kur kanë ngushtë, sikur që tha Allahu xhelel xhelal. Kur janë anije, edhe turbullohet ajo me val, ç'a bojnë? O Zoti i madh. I harrojnë me shirk, me idhuj, me krejt. I lutën Rabbul Alaminin. Për çfarë arsye? Se tash tot nuk pështon më. Ç'a ti boje valës i mëshmi? Vala sa kodra, çka ti boje inteligentit? Ç'a ti boje asaj? Çka ti boje 11000 kilometra lartësi në aeroplan? Ç'a ti bash ti? Ti mundesh me kon doktor, inxhinier, mundesh me kon akademik i më i lart. Ç'a i ban 11000 kilometra? Çka i ban tërmetit? Me gjuria jote, ç'a i ban tërmetit? Andaj mos lasdrohemi dhe mos lastosemi se unë i mëshëm, e unë akademik, e unë i shkollum. Kënë rregull, ajo vlerë. Po në raport me Zotin s'ka vlerë ajo. Në raport me Zotin ta ka kriju trunin. E ti me qatë trun don me luftu Rabbul Alaminin. Po këta syve qka i tha? Kul Allahumme, thua jo Allah. Drejtojo Allahu subhanahu wa ta'ala. Drejtojo Allahu xhelel xhelalu. Pastaj çka tha? Thuaj o Allah, kërkoj mbrojtjen tane që mos të bëj shirk të e ditë. Shiko, kërkoj mbrojtjen tane që mos të bëj shirk të e ditë. Me logjik të ndërum xhamat, çka fjali çish shikon? Çish me logjik, me menën e njerit. Po unë të e ditë s'bëj marrë ngrop. A shkoj çdo? Hajde para çka se di, mëson më një dua. Po ti po më mëson më një dua para çka e di. Ja? Para më në përshimë njërë mi thonë, që ku angropa, vla? Ban dua më zbish. Që i kishtë njëri normal? O vla, ti kalzëm ti, bëj dua hënë që të gropa shka si di, se të gropa shka i di, unë zbite këtë gropa. Edhe më zane kur të ashirë pja gjemrena, të të hajtë në zero. Sa njerit i thue ti, o vla, ban dua Allah i të truje pizinajes. Pizinajes, unë i di gja zinaja. Po ma, zina. Pa ato që kanë rënë zina, bashkë kujtojnë anë si nuk i dina. Unë e din. Pa i udhën dërte diskoteka, e ka dit. Udhën dërte hotele, e ka dit. Po e ka dit. A e ka dit që atë shku në haram, e ka dit. Pse ka shku? Se ju ka hek mbrojtja Zotit. Ka hek mbrojtja Zotit. Atë moment që të rriqet mbrojtja Zotit, nuk vlen më e dea nuk e dit. Ti veç shkon e ban. Njerëzit kur morin kredit me kamata, nuk e dea ja. Po be shkruan ati. A i kalzon 100 euro, kalzon. Kamata 5%, kamata 10%. Ani thot e di, shkruje. E çka duhet me bëu këtë rast? Kur ti edhe e di, edhe e ban. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, "Qul Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam." Ka thënë thuaj, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde, ruajm, mbrojm, mos të bëj shirk, të e ditë. Të e ditë e ban. Të e ditë e ban haramin. Të e ditë e di se Zoti që ta këto xhallar thonë që haram, çka ta shkon e ban. Pse? Sepse egoja, uni, epshi. Andaj, nuk është çështje inteligjencë dhe mençurie dhe shkolle. Është, por shpesh herë uni s'ka të bëjë me shkollën. Vala s'ka të bëjë me shkollën. Fuqia s'ka të bëjë me shkollën. O tërmeto s'ki çka i bën. Aty është vetë Rabbul Alamini. Ardha e vladit, Mehmet, gruaja shtatzon. A varët pi mençurisë doktorit a pi izë Zotit, cila varët? O të kja njeri shkollum, se ka problem ki shtatzanien. Qështë ka problem shtatzanien? A mbet gruja shtatzon, sa e shkollume, apse Rabbul Alamini dhët, ti kime pas e vlad, cële është? Mos t'i ngatrojmë gjërat. Atë shka pas të raja pa Allah, atë pas të raja pa Allah. E ja pa Allah u gjele gjelali, unë i njeri, di fjalis, di mi bo bashk, jare një dhët e vlad. Ja, tjetëri ka mundë që doktor, si jep? Nuk jep. Wa yaj'alu liman yasha'u aqima. E Allah thot në Kur'an Gjelle Gjelalu, dhe Zoti këndo e ban shtarët, jo pjellor, s'ka zvarët, i menë që më bol zvarë. Për këta syje thot pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, thuaj Abu Bekër, o Allah, më ruaj nga shirku që unë e di. Dhe pasaj wa astaghfiruke lima la a'lam. Dhe pasaj ka thonë, thuaj, o Allah, kërkoj mbrojtjen tane, kërkoj faljen tane për atë që ka nuk i di. Te e para ka thonë e udhu, te e dyte ka thonë astaghfiruke. Te e para ka thonë, Allah, kërkoj mbrojtjen tane që mos të bi. Pse? Sepse kur ti e di edhe e ban, do të më dënu. Se ti edhe di edhe e ban. Te e dyta ka thonë astaghfiruke lima la a'lam. O Allah, falem se nuk e kam ditë që kjo e ndalume.
Kur ti nuk e di fare që kjo e ndalume, atëre, o Zot falem, kërkoj falje. Për ka të që pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam na ka të regu se Zoti madh te bareke ve teala ja ka fal ati njeriut i cili i ka hub devja bashkë me ujin edhe elementet edhe nevojat e jetës, dhe pastaj ushtrime vdek, pastaj e ka gjetë edhe në fund, kur e ka gjetë devën, të ndërum xhamat, se ta kuptojnë se nështë shpesh se kuptojnë. Me konë në aeroplan, edhe me thonë piloti, thunë shahadetin. Qysh të rejtë zemra. Me konë në nije në oqeanë, edhe me thonë aj, bura banu azër se unë s'ka shansa me dalë për këti oqeanit. Vetë se kena mu fundos. Qysh e mërë, qysh e pritë këtë lajmë. O dridhët zemrat, shlojnë kënd. Apo? E mirë, me e morë lajmin pastaj se pështum. Qysh e përjeton ata? Kështu e ka kalzu për nga mesram për një njëri. Dhe këj njëri, pasi ushtrime vdek, atë e prit aeroplani me ra, kushtimisht. Anija mu fundos, a i devën e ka pas. Mitë diskretine, s'kam ka dalë. Vetë se vdetë qëtu. Dhe pastaj ka po devën me uj, pra, kerri ati o konaj, me që ata del për shkretine. Që ka thonë? Pi habijës, gëzimja ka humbë renditjen në fjali. Ka thonë, Allahumme ana rabbuk o ente abdi. Ka thonë, o Allah, ti e robi jam, unë jam zotijat. E ka humbë fillën. Ka thonë, o Allah, ti e robi jam, unë jam zotijat. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, akhta min shiddet il farah, u gëzu shumë gjunaj. Gaboj, si jamër zoti për kësur. Se astaghfiru kelima alam. Këj ka ik dhe në gjajshme, kur njerit nuk e di. Apo, e mërë të i përshimu dikush ka mush në shishet Coca-Cola-s raki, ose të langjeve të ndryshme. O ti nuk e di, e mërë për Coca-Cola, e mërë për langë. Apo, edhe një dhe ka dahle me mos e raki ka posa ti. Që që dhe astaghfirullah, se kam ditë, se ke bon jetë me pi raki. Apo, ka qëllu ati. Dhe kjo dalon. Dhe ka dalon ku ti shkon e lip ata special, verën, rakijën. Ata ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj o Abu Bekër, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga shirku që e di dhe të kërkoj falje për atë çka nuk e di. Kjo ka qenë prej asaj që e ka mësue Abu Bekër Sidikun pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka vazhduar Imam Buhariu me kapitullin e radhës për treguar se inteligjenca dhe aftësitë e robit shpesh herë nuk bëjnë dobi. Pastaj ka qenë kapitullin babu e dua indër rih. Kapitulli duas kur frin era. Frin ere madhe. Frin me madhe. Keni pa kur ka frin madhe, për shembull dhe kalon limitin e normalës, paralajmërojnë meteorologët. Thënë kujdes, rrinë për shtëpia, mos rrinë në vende të rrezikshme, pse ka me pas frin 80 km/h, 100 km/h, 150 km/h, është e rrezikshme e damshme. A keni lexuar ndonjëherë lajm ka me pas frim 150 km/h, veç budallët në mshejën të mesmit në dalin sa problem. A keni lexuar ndonjë lajm kështu? Ato shka i kanë krijë me fakultetet lirisht në të nejnë midis udhës se kur gjon nuk i gjon. A ka çështu ndonjë lajm? S'ka do të mshë nuk e. E unë i mëshmi, e unë super inteligjent ku. Ha më mshë më nëse të marr frima me veti. Shikojmë në Buhariut, piti ki kapitulli se njeriu do të më mbrojt me Zotin e Madh Xhelel Xhelalu ka kaluar te kapitulli. Çka me thon ku të frin era? Era frin era e madhe. E që ka thonë pejgamberi sa ar-rihu min ruhillah. Frima është prej rahmetit Allah, prej ushtrisë Allah. Shpesh vjen me rahmet, por shpesh vjen me azab. Vën vërshim, të marrë me veti. A e patëm para disa ditëve sa për vëllezërve muslimanë, për njerëzve këtu që jetojnë u dëmtuar, shi i madh. Andaj du me lutë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe jo gjithmonë më mbështet se unë e kam fort temeli, unë i kam nuk sa i shpije. O i ndërum, nuk e një temelin tanë urdhi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti vëno sa dush themel, vëno armatur sa dush, vëno hekër sa dush, ku të vene urdhi Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk një kërkan. Andaj shiko, minjerë mas kapitullit që ti du të me lutë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe jo më mbështet e inteligenca jote, qëfar ka thanë? Babu e dua indër rih. E cila është duaja kur frin era, do ta shohim pastaj me lein Allahu te bareke ve taala në hutbë. Andaj, ky kapitull që e ka sjellë Imam Buhariu argumenton se mbrojtja, fillim e mbarim për njeriu është Rabbul Alamin. Lutë Allahun.
mos u mbështet te inteligjenca jote, mos u mbështet te shkolla jote, mos u mbështet te kapaciteti jot. Po, jime që shkollohu, ndreqe shtëpinë çish duhet, ama kur të vjen urdhri i Zotit xhelel xhelalu, ai vetëm me dua nalet, vetëm me ibadet nalet. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu të na bën për atyre zot. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, Allahu subhanahu wa taala ti ban gjuhët tona vazhdimisht që ta lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu ti bën zemrat tona zemra të devotshme. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu ti fal gjunaat tona, ato që kemi bën me qëllim, ato që kemi bën pa qëllim, ato që kemi bën me dije, ato që kemi bën pa dije. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu muslimanët kudo që janë në përbot Allahu të ndihmon, fukarat, skamlorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të vejat, gjithë që kanë nevojë për rahmetin Allahut, Allahu t'i mëshiron. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu na mundson të jetojmë si musliman, të rritemi dhe të kalojmë ditët si musliman, dhe kur t'ja japim amanetin Allahut, t'ja japim me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.